Kthehemi në Zvicër, Suela Jorgaçi, gruaja që bën kulturën, dijen dhe dashurinë për librin Udhërrëfyes në Zyrich. Në zemër të Zyriut, aty ku ritmi i jetës është i shpejtë dhe kultura ndërthuan çdo ditë, prej 13 vitesh një gruar shqiptare ka ngritur një vatër të rrallë kulture dhe shpirtërie. Suela Jorgaçi, drejtuesja e bibliotekës shqiptare në qytet, ka krijuar jo vetëm një hapësirë leximi, por një shtëpi të dytë për komunitetin shqiptar, sidomos për fëmijët e të rinj që rriten larg ateut. Ideja lindi spontanisht kur Suela, e vetmja jo zvicerane me diplomë në shkencën e informacionit në Çur, u ftua të merrte pjesë dhe të bënte një bibliotekë interkulturore që po hapej në Zyrich. Ai thotë se tashmë biblioteka është pjesa e dytë, një mision që nuk mund ta praktikojë gjatë këtyre 13 viteve. Suela ka parë ndryshime të mëdha tek fëmijët shqiptar në një kohë kur dikur merrnin pjesë rregullisht në aktivitetet, më dhuroi një prallë, sot prania është më e vogël, një pasojë ndikimit të mediave sociale dhe ritmit të kohës, por sipas saj leximi në gjuhën e nënës mbetet i pazëvendësueshëm, një thirrje drejt për drejt me rrënjët, kujtesën dhe identitetin. Suela beson shumë tek roli i gruas shqiptare në diasporë si motor kryesor i ruajtjes së gjuhës dhe traditës. Shumë fëmijë flasin gjuhën e nënës sepse gruaja është më këmbgulësja më e madhe, thot ajo. Biblioteka që ajo drejton është shndruar në një qendër sociale ku shqiptarët lidhen përmes kulturës, takimeve, librave dhe figurave të njohura që vizitojnë Zyriun. Suela kujton me emocion aktivitetin e fundit me shkrimtaren Mira Kazhani dhe ekspozimin e kujtimeve të Francesc Radi.